إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فلندريمت لافدريمت جيثا ظريمت تكون وتم الله عز وجل الله جل جلاله أفلندريم فالي شبتم ذنديم وتم بريتي كركيم E falenderojmë Zotin Gjelle Gjelalu për të mirat e shumta që na i ka dhënë këtë botë, në veçanti e falenderojmë që na ka bë musliman, na ka bë ummet dhe pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira dhe gjitha mirësitë e Zotit qofshin për njeriu më të mirë që ka ecë mbi sipërfaqen e tokës, mësuesin e njerëzimit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili erdhi mëshirë për të gjithë krijesat, erdhë për të nxjerrë njerëzimin nga errësira e kufrit në dritën e imanit, në dritën e islamit. Dërgojmë salavate dhe për familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe gjithë ata musliman që e pasojnë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. E lut Zotin e Madh që Allahu i Madh të na bëjë edhe neve nga ata të cilët e pasojnë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në çastet e fundit të kësaj dhunjaje. Gjematin nderuar, elhamdulillah, sot është gjumaja e ditë e muajit Ramazan. E lut Allahun e Madh këtë ditë që i kemi kalu, gjitha ato lutje, ato dua, ato ibadete, ato vepra të mira që i kena bën, Allahu Gjelle Gjelaluhu të i pranon, të jenë dritë në natën e varrit dhe të jenë shpëtim në ditën e llogarisë dhe të shohim shpërblimin e këtyre veprave atë ditë kur të takohemi me Zotin e gjithësisë Gjelle Gjelal. Vëllezër të nderuar, jeta jonë dhe udhëtimi jonë këtë dunjë i ngjason atij njeriu i cili e ka marrë një rrugë për në një vend të caktuar, po më dhe mos e ka të nalët në një stacion gjatë rrugtimit të tij për të marrë atë harxhin e vet, për të mbush veturën e tij, nëse dëshiron që të arrijë në vendin ku ja ka mësim. E nëse nuk e bën një të tillë, ose do të mbet në mes të rrugës, ose do të vdes nga etja edhe uria. Vëllezër të nderuar, Allahu Gjelle Gjelalu me urtësinë e tij ka bën që ne si besimtar të ndalemi në disa stacione të jetës tonë në mënyrë që të e pastrojmë shpirtin dhe zemrën tonë. Allahu i Madh e ka bën që brenda ditës të falim 5 kohë namaz, vetëm e vetëm që të lidhemi më shumë me Zotin Gjelle Gjelalu, vetëm e vetëm që zemra jonë të pastrohet nga mëkatet. E ka bën gjumon një herë në javë që të takohemi së bashku, që të madhrojmë Zotin Gjelle Gjelalu dhe se Allahu Azza wa Jall të fshin gjunat që kena bën brenda javës. Allahu Gjelle Gjelalu e ka bën obligim muajin e Ramazanit, që është një muaj pastrimi një herë në vit, që e kemi ngarku veten tonë brenda vitit me mëkate, me gjunahe, në shikim haram, me përgojime, ja që Allahu Gjelle Gjelaluhu na thot ndaluni në këtë stacion dhe përgatituni dhe pastrojeni veten, naluni llogaritën e veten dhe përgatituni në udhëtimin e juve që nuk ka dyshim se janë dy stacione përfundimtare, ose xhehenem, Allahu na ruaj, ose xhennet që është vendi i përhershëm që Allahu Gjelle Gjelalu e ka përgatitur për besimtarët. Vëllezër të nderuar, zemra ose smuhet prej ndonjë smundje që duhet me shku dhe me kontrollu te kardiologu, ose smuhet prej gjunaheve që nuk ka shërim tjetër vetëm me atë që na ka mësu Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajo është lidhja me Zotin Gjelle Gjelal. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudgha, vërtet në trupin e njeriut është një cop mishi.
idha salahat salaha al-jasadu kullu. Nëse ajo pjesë rregullohet, përmirësohet, i gjithë trupi do të jetë në rregull. Wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu. Nëse ajo prishet, i gjithë trupi do të jetë i prishur. Ala wa hiya al-qalb. Tha pejgamberi alayhis salam, pa dyshim që un po flas për zemrën. Pra vëllezër të nderuar, gjatë vitit, gjatë jetës tonë, e rëndojna shpirtin tonë, e rëndojna zemrën tonë, me çka? Me gjunahe. Ato gjunahe ndoshta që i bëjna pa qëllim, dhe e rëndojna shpinën tonë me gjëra të cilet i urren Allahu xhalla xhelalu. Mirë po Allahu subhanahu wa taala na jep mundësinë që në Ramazan njeriu të ndalet edhe të shef veten e tij se sa shumë ka nevojë që njeriu të kthehet te Zoti xhalla xhelal. Është një stacion vërtet i madh që brenda vitit që na vjen, që na jep mundësinë të ndalemi, të marrim frymë dhe të shohim veten tonë se ku jemi me Zotin xhalla xhelal, ku jemi me veprat e mira, ku jemi me Kur'anin, ku jemi me lidhen farifisnore, ku jemi me gjërat të cilat Allahu azza wa jall realisht i kërkon prej neve. Andaj ky stacion, ky muaj i Ramazanit, kjo shkollë na bën me dije se ajo që kërkon Zoti xhalla xhelalu nga ne, nga jeta jonë, është që ne të bëhemi të devotshëm. Tha në Kur'an la'allakum tattaqun. E kam bërë obligim Ramazanin dhe keni dëgjuar këtë ajet kuranor dhe duhet për çdo ditë me lexu, sidomos në Ramazan, se ajo që kërkon prej ne Zoti xhalla xhelalu është zemra. At-taqwa ha huna. Ku është devotshmëria? Në zemër, ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse kjo nuk rregullohet, edhe nëse dukemi në pamje të jashtëm se jemi mirë, po nëse zemra se kemi mirë, nëse zemra është ngulfatur prej mëkateve, vallahi do ta kemi shumran. Allah kërkon prej neve zemrën, e kërkon devotshmërinë. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Te Zoti shkohet vetëm me zemër të pastër, vetëm me devotshmërinë. E kjo arrihet kur njeriu nalet në stacionin e kësaj dunjos dhe e llogarit veten dhe e merr në pyetje veten para se shkon te Zoti xhallal xhelalu dhe përmirëson veten e tij. Andaj vëllezër të nderuar, Ramazani na mëson se njeriu duhet të bëhet i devotshëm dhe se Zoti atë e kërkon prej nesh. E dita muaji i Ramazanit na tregon se sa është e rëndësishme që në duart tona të e mbajmë Kur'anin. O vëllezër, besimtari çdo herë duhet me lexu Kur'anin. Vallahi, zemra është aq e etur që sidomos në kohën që jetojmë, është e etur aq shumë që të lexon Kur'an. Mirë po për fat keq, na e lojnë Kur'anin. E vjen Ramazani edhe na tregon se njeriu duhet të lexojë Kur'an, alladhi unzila fil Kur'an. Ramazani është muaj që Allahu xhalla xhelalu e ka zbrit Kur'anin. Andaj shpirti, zemra nuk qetësohet, nuk rimbushet vetëm se duke lexuar fjalën e Allahut azza wa jall. Ala bi dhikrillah tatma'inul qulub. A ka diçka që e kënaq shpirtin dhe zemrën më mirë se sa fjala e Allahut te barek teala? Tregon një djalë i ri, thot isha pa qef, edhe shkova thot te hoxha im dhe i thash, o hoxh, me lexo Kur'an se nuk jam në rregull. Mirë po, e tregon rastin vet ky djalë i ri, thot ishte një djalë tjetër, një shok i imi duke lexuar Kur'an dhe shehu thot, hoxha po ndëgjonte Kur'an, edhe më tha, ulu tek ai stub i xhamis, fali di recate, lexo pa Kur'an, pastaj eja dhe do të frin. Dhe thot kështu veprova, shkova, i fala di recate, ula dhe po lexoj Kur'an. Pas pak minuta thot e ndjeva një kënaqësi në zemrën tim. Edhe thot u çova dhe po shkoj. Hoxha thot po mnal. Edhe po më thot kujt u shku? A thash se do të frin, vetëm mban sapar dhe prit pak. Jo tha, mbaroj tha. Tash ndjehem në rregull. Atëherë thot hoxha ma tha një fjalë të madhe. Tha o birim, o student im tha. Tha zemra jote tha ka qenë e etur për fjalën e Allahut azza wa jall. Zemra jote çish ka nevojë barku për ushqim dhe pije, tha zemra jote ka pas nevojë të ushqehet me fjalën e Allahut azza wa jall. Para atë tash je në rregull. O vëllezër të nderuar, sa kanë nevojë zemrat tona që të rimbushen, edhe të kënaqen, edhe të freskon me fjalët e Allahut azza wa jall. Ja që e keni mundësinë tash në Ramazan të kapimi fort për librin e Zotit, ta e lexojnë në librin e Allahut azza wa jall, të mbushën zemrat tona nëse dëshirojnë që këtë udhtimin e jetës tonë të e çojmë ashtu siç është i kënaqur Allahu te bareke ve teala. Muaji i Ramazanit është një stacion pastrimi, një medrese, një shkollë që na mëson se na jemi një, na jemi unik, jemi vëllezër të njëri tjetrit. Ja që namazet i falmi së bashku, taravijet së bashku, iftarët i hajna së bashku, syfiret i hajna së bashku, e vizitojmë njëri tjetrin më shumë se kur.
që na bën me dije që edhe jashtë Ramazanit e kemi këtë mundësi në e bën. Andaj vëllezër të nderuar, nuk ka mundësi që ti lutemi Zotit xhel xhelalu në Ramazan duke thënë o Zot falem ndërsa e urren vllaun tan. Allahu azza wa jall kështu nuk e pranon lutjen tonë. Allahu azza wa jall nuk don kështu ti lutesh Zotit xhel xhelalu, sepse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman. I mëshirshmi i ka mëshiruar të mëshiruarit. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Mëshironi në tokë që ju mëshiron ai që është në qiell. Vllai i dashur, e dëshiron faljen e Zotit, falë vllaun tan. Falë vllaun tan për çafaje, buzëqeshin fytyr. Edhe këtë elhamdulillah e shfaqmi më shumë ti në muajin e Ramazanit. Dhe Ramazani na mëson se këtë mund me praktiku edhe jashtë Ramazanit. Na tek e fundit, edhe pse kemi divergjenca në mendime në këtë dunjë, prap na lidh diçka që është e vetme, është fjala la ilaha illallah. Është xheneti që na lidh, është Allahu azza wa jall, është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët vërtet janë vëllezër të njëjtë tjetrit. El mu'minun kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Besimtarët janë si ato tulla që e shtrëngojnë njëri tjetrin. Gjithashtu vëllezër të nderuar, muaji i Ramazanit është një stacion që na bën me dije dhe na edukon edhe na mëson se njeriu mundet me i vendos kufin vetes së tij. Ja që ne për Allahun azza wa jall nuk hajnë edhe nuk pinë. Për Allahun azza wa jall vendosmi që të mos e fendojmë askën. Për Allahun subhanahu wa taala vendosmi shumë kufin. Na ka thënë Zoti kështu, edhe pik, edhe mbaroj. Andaj ajo që kërkohet pra prej nesh është që të përmirësojmë të brendshmën tonë, të ndalemi gjuhën, të ndalemi sharjen, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi se Allahu xhel xhelalu nga ne nuk e kërkon vetëm që mos hajmë edhe mos pim. Po Allahu kërkon nga ne që të ndalemi paraprakisht gjuhën tonë. Madje tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse çan dikush thuaj inni saim, un jam agjërushëm. Unë po heshti vetëm për shkak se më ka thonë Zoti xhel xhelal, për shkak se kështu më ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllezër të nderuar, Ramazani na mëson edhe shumë gjëra tjera, po unë ndale vetëm te këto pika që janë më të rëndësishëm edhe që lidhen drejt për drejti me muajin e Ramazanit. Andaj le ta shfrytëzojmë këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Le të jetë Ramazani ky stacion ku ne bëjna adhurime, ku ne e marrmi atë harxhin e duhur dhe udhtojna drejt Zotit xhel xhelalu, udhtojna drejt xhenetit që Allahu e ka përgatitur enkas për neve. Elus Allahu subhanahu wa taala na bëj për atyre që e shfrytëzojnë muajin e Ramazanit. Elus Allahu subhanahu wa taala që gjithsesi nga nesh nalet dhe e llogarit veten dhe mundohet me pastru veten e tij dhe zemrën e tij që ku të shkon te Zoti xhel xhelalu të ketë malet, të shkon me zemër të pastër, të shkon te Allahu azza wa jall duke qenë Allahu i madh i kënaqur me gjithë neve ya rabbel alamin. Elus Allahu në madh që Allahu xhel xhelalu gjitha veprat tona të i pranon. Elus Allah në madh që muslimanët anë kanë botës të i bashkon. Elus Allah në madh që muslimanët të ndihmon dhe të i bashkon në fjalën la ilaha illa Allah. Elus Allahu xhel xhelalu gjithë ata që e bëjnë shkatrim dhe fesad në tokë, Allahu të i shkaton me zvete ya rabbel alamin. Elus Allah në madh që këtë iman që na ka dhënë Allahu të na ruaj dhe kur të ndahemi nga kjo botë të ndahemi me fjalën më të mirë, فعلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.